Të gjitha falënderimet më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e qiejve dhe tokës. Dërsa salavatet dhe selamet mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, jemi me surën Wash-Shams, apo surja e diellit, të cilën Allahu xhelle xhelaluhu i azbriti Muhammedit alayhi salatu wassalam gjithashtu në periudhën e Mekës. Andaj përmendëm se ulemat e muslimanëve kanë thënë se surët e Mekës janë më me peshë dhe më me vlerë se sa surët e Medinës, për shkak përmbajtjes së madhe që kanë këto sure. E këto përmbajtje çfarë pat, të cilat i lexuam disa prej tyre në këtë javë, janë Allahu, janë cilësitë e tij, madhështia e tij, lartësimi i tij e kështu me radhë. Andaj këto sure duhet gjejnë në zemrën e besimtarit një vend të madh, nga se flet për Zotin e tij, flet për pejgambert e Allahu te bareke ve teala. Kjo sure, pëse neve e morëm gjysën e saj dhe na ka mbet një pjesë të cilën do ta përfundojna, Allahu xhelle xhelalu u betu në disa prej gjërave. U betu në diellin, u betu në hanën, u betu në ditën dhe natën, u betu Allahu xhelal në qiellin dhe në tokën, dhe u betu në shpirtin e njerijut, i cili është i frymzuar dhe inspiruar për dy gjëra, për të mira dhe për të këqija. Dhe në fund Allahu xhelal e dha zgjidhjen, tha, ka shpëtuar ai i cili pastrohet. Pra njeriu ka nevojë me angazhu vetveten e tij me pastrim. Nuk bëhet e mira të thonë unë i mirë jam, siç është një filozofi e shumë për njerëzve. S'kam nevojë më munu se i mirë jam. Pra demek çështu jam kanë para, gjithmonë jam kanë çështu dhe gjithmonë kam e mbet. Kjo fantazi dhe iluzion i njerëzve. E mira arrihet me përpjekje. Edhe të mirët janë mundu. Edhe pejgamberët Allahut janë kanë të mirë, po kanë punuar dhe janë pastruar dhe kanë bërë istighfar Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj e mira arrihet me të mundume, me të përpjekme, ndërsa e keqja ti Allahu xhelle wala, e keqja është vetëm zgjidhje. Në kuptimin e lëshimit, në kuptimin e mosfrenimit, vetëm leje veten çish po do, kjo është e keqe. Veç me e shlu veten çish po do, kjo është e keqe. Pastaj në këtë sure vazhdon Allahu xhelalu ala dhe na tregon në një nga skenat e një populli i quajtur Themud, se si e la veten me bë çka doje dhe Allahu i shkatroi këta ata. Tha Allahu xhelalu ala, kadhabat Thamudu bit-taghwaha. Populli i Themudit i quajti pejgamberin Renc. I tha pejgamberit Renc. Allahu xhelalu tha, a mos ponime ju duke Rencaj? Shpesh herë në kur lexojnë në Kur'an që popujt më herët i kanë thonë pejgamberit Renc. A thu për në me ju ka përzi aty në? Pse na pedina që s'janë ato Renca? E shumë për njerëz e mendojnë që pejgamberi nuk është i vërtet. A për në me ju ka përzi? Allahu xhelal e mohon në Kur'an që dikujt ju ketë përzi se pejgamberi o Renc. Çka tha? Bitaghwaha. Jo, s'ju ka përzi Renca jo. Ama ishte populli prisht, kishte tughjan, kishte të prim në epshet e tëre. Ata tu dash mi shku e epsheve tëre pas, pejgamberi me qka vjen? Mi u tha njerëzve, jo epsheve, jo rejnave, jo të kanë me vetua, po që shdo Allahu dhe pejgamber të Zotit. Atëhere, ata qka thanë? Këzëb, thanë jo rëndësije. Pas e thëtë Allahu te bareke ve teala, këzëbet Thamudu bit-taghwaha, idh mba'atha ashqaha, kur u qupi të ne mëj mjeruari. Kanë dhanë komentatorët, Qudar ibn Salif, i njohur në mesin e popullit të ti si njeri me autoritet dhe i madh. Thotë Allahu xhelala, u quaj. Çka bani kur u quki? Fa qala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. E ju tha i dërguari i Allahut, mos e prakni devën, një deve të cilën Allahu xhelal kishte bë ajet për ata. Sikur që ne e kemi Kur'anin, ata e kishin devën. Allahu tha, që devi Allahu në gjuhën e pejgamberit, mos e prakni, mos e shtini, mos e largoni pi vendit ku pi ajo ujë. Çka i ban ato? Fa aqaruha. E mytën devën. Kush e miti? Një Allahu që tha më i mjeruar i atij populli.
Më i mjeruar i ati populli, sikur që janë plot prej me një më dhe thot, çka duhet dhe me ba, unë e baj. Tu do është me gazu që unë jam këtu më i forti, më i madhi e kështu me radhë. Allahu gjitha, femba'the e shkaha, u që më i mjeruari, pro mës shumë dhe që ka me pas azab, o qaj. Mirë, po çka ndodhi? Allahu a e myti veçat? A e shkatroj veçat? Jo, ketë popullin. Pse? Nga se ata këshirshin. Ta këshirmi qa po banki. Qysh janë plot njerëzi, e kanë shëndru jetën e tyre në humor. Ta këshirmi qka po banki. Apo do këtë interesant ki. Ta këshirmi e kështu më radhë. Tu dash me këshirë ato qka po banki. Kuder ibn Selif, i cilë Allah tha më i mjeruari, Allah i shkatroj të gjithë. Nga se fundja, shumë prej kriminelve të historijës, ata janë të numru me emra kriminel. E pse i ka shkatru Allah me gjithë popujt, sa ato i kanë thonë, valla ke e di, se dina shka banki, ki pan punë të veta. Kanë këshirë, nuk e kanë mohue, nuk kanë dhënë e keqe, a e keqe, dhe e mira e mirë. Allah i ka morë bashkë me ata. Andaj Allah u gjele kër e shkatroj Firaunin qka tha? Dhe ushtrin e ti, dhe ata qka i rishin argat ati, dhe ata qka i shërbendin ati. Pse? Po ti a ke bo të rejnin ati, ti e te bo të madh ata, ti ti thonë se ti dush me bohe. E qka tha Allah u te bare kjo e te ala pasaj? Fe demdeme alejhim rabbuhum, ata Allahu i përmbysi. Shiko fjallë, demdeme alejhim, i ka shkund Allahu gjele gjelaluhu, i ka shkund Allahu te bare kjo e te ala me dënim. Dhe qka ndodhi? Dhe i ka bo rafsh, fesewaha, rafsh i ka bo. Sot ti me shku të vendit ku ka jenë tu populli Themudit, i gjenë gjurmët e rafshit. Gjurmët e rafshit, sot turizëm atë atje, fatkeqësisht, pejgamberi alayhis salam e kanë ndaluar ato vende më po turizëm. Dhe ka thonë ku të kaloni në për popull, në për vendit ku kanë jetu populli Adit dhe Themudit, kaloni, nëse keni prizonit, kaloni shpejt. Dhe duke qajt, sa ati ka ba Allahu azab njerëzit, ka zbit azabin e tina. Dhe qysh përfundon kjo ajet dhe shumë e rëndësi? Wala yakhafu uqbaha. Kjo është pushteti Allahu xhelala, mbanë men, fundi ajetit, fundi kësaj sure. Wala yakhafu uqbaha. E ka shkatru një popull tërë e ka shkatrua. Dhe thëtë Allahu xhelala në fund, dhe nuk ju ka tut pasojave. Që ka tut pasojave? Ska mor këshilltar me vet, a ban me shkatrua. Ska vetë të dëni minister, ska vetë kërkan Allahu xhelala, ata shkatrojune. Kjo është pushteti Allahu xhelala, më të fortit sot në botë, edhe dika thot, shka thuba, na del mirë as na del mirë. Me gjithë se ka forcë, ka mekanizma, ka instrumente, ka ushtri, e kështu me radhë, por vetë dikan, i druhet dikujna, i tutët një rezistence. Por Allahu xhelala çka tha? Wala yakhafu uqbaha. A vetë Allahu xhelala dikan kur e shkatron, kur ja merr shpirtin. A vetë Allahu dikan kur e ban fukara. A vetë Allahu kur ja shkon dikujna një smuje, që u ka shlu smujen aty në të cilët thoshin na se na jena më të fortë në dunja, neve s'na hik kur gja. Allahu xhelala i dënojmë diçka shumë të vogël. Wala yakhafu uqbaha. Dhe Allahu nuk i tutët pasojave që shu tutë njerëzit. Andaj ti bindemi Allahu te bareke ve teala dhe mos ti kontestojna ligjet e Zotit xhel xhelalu, dhe mos ti kontestojna farzet e Allahu te bareke ve teala, nga se çdo popull e ka një exhel. Çdo popull e ka një exhel. Çka do të thonë një exhel? Një afat të caktuar. Sot ka ndru jetë ai, nesër ndron jetë ti, e nesër ndron ai tjetri. Allahu për ditë i merr njerëzit. Çish i ka pru, edhe i merr. Çish i ka lan, edhe ja u merr shpirtin. E neve çka na ngelet? Mi u bind Allahu subhanahu wa taala. Mi u bind Allahu te bareke wa taala. Shikoj të llovit e dunjajës. Luftra, viruse, smundje, tollovina, frikë, vdekje, smundje, vdekje prurse për ditë. Dëgjojmë për ditë se si njeriu i ka ra kanceri, tumori, smundje e cila nuk shërohet, e kështu me radhë, dhe na jetojnë rahat. Kitë se na nuk jena pikë kësaj dunjaje, neve s'na rrok kjo. Keni pa çdo i shnosh kështu me not. Thot, po be ata e kish rrok, po mundet edhe ti me të rrok. Mundet Allahu që edhe ti me të sprovume një diçka. Wala yakhafu uqbaha. Dhe si tutët ai pasojave. A kanë ti pastaj? A vun ti pastaj? Nuk i tutët ai pasojave. Andaj ti bindemi Allahu te bareke ve teala dhe mos ja kontestojnë Zotit ton te bareke ve teala kërkesat e tina. Kjo sure, porosia e kësaj sure është që njeriu të përpjekët
dhe ta pastron vetveten e tij dhe mos ta zgjidh dhe mos ta çliron dhe ta liron në epshet e veta dhe tekët e veta.